Mirdita. Me miratimin sot në Këshillin e Ministrave të ndryshimeve në vendimin numër 645 datë 1/10/2014 për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave, u hodh një hap shumë i rëndësishëm për të garantuar më shumë transparencë, stabilitet dhe siguri në tregun e barnave në Shqipëri. Ky vendim vjen si një përgjigje ndaj nevojës të hershme për përmirësimin e metodologjisë të përcaktimit të çmimeve të barnave, për shpejtimin e procedurave dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me barna për qytetarët. Ndryshimet e miratuara synojnë disa pikat shumë të rëndësishme. Garantimin së pari të disponibilitetit të barnave në treg, duke shmangur rrezikun për mungesa, veçanërisht për barnat që janë alternativa të vetme në listën e rimbursimit apo në përdorimin spitalor. Rritjen e transparencës dhe profesionalizmit në procesin e përcaktimit të çmimeve përmes një metodologjie më të qartë dhe më të qëndrueshme, e cila mban nën kontroll çmimet, por njëkohësisht krijon mundësi për përthithjen e barnave të reja dhe inovative në tregun shqiptar. Po ashtu për shpejtimin e afateve dhe thjeshtëzimin e procedurave, duke përfshirë edhe përdorimin e dokumentacionit elektronik në përputhje me procesin e digitalizimit të administratës. Në funksion të transparencës është parashikuar edhe një dispozitë e veçantë për vitin 2026, i cila jep Komisionit të Çmimit të Barnave mundësinë për të rivlerësuar çmimet brenda një afati të shpejtë me qëllim shmangjen e çdo rreziku për të rreqjen e barnave nga tregu. Ndryshimet nuk kanë për qëllim e rëndësishme kjo rritjen e çmimit të barnave, por përkundrazi garantimin e qëndrueshmërisë së tyre, akses më të mirë për pacientët dhe një treg farmaceutik më të sigurt dhe më të parashikueshëm. Prioriteti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbetet i pandryshuar, të sigurojë për çdo pacient në Shqipëri që të ketë akses në barna që nevojitet në kohën e dur me standarde të garantuara cilësie. Ju lutem pyetjet. Zonja Sala Denata Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Doja të dija një nisme juaja personale ka qenë aplikimi i metodave bashkohore kryesisht për personat e prekur nga diabeti tipit 1. Në çfarë faze jeni në këto momente? Ne me që është tam koha e diskutimit dhe buxhetit, po punojmë shumë ngushtë grupi punës për të mundësuar që për vitin 2027 të rimbursojmë trajtimin për personat e prekur nga diabeti numër 1. Është një prioritet dhe faleminderit dhe që e ngritët. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Me thënë drejtën, kam një pyetje të cilën kolegja ime Fiona Qela nuk mundi ta bënte në konferencën tuaj para disa ditësh, duke qenë se nuk i dhat mikrofonin. Tashmë pas 10 vitesh, koncesioni i sterilizimit ka përfunduar, pasi u shpenzuan 153 milion euro dhe tashmë një pjesë e zyrtarëve të ministrisë janë para drejtësisë për të përgjigjur për këtë koncesion. Çfarë ka ndryshuar në mendimin e qeverisë që tashmë ky koncesion do t'i kalojë shtetit, do të kemi sërish gërshër të ndryshkura siç dikur thonte kryeministri Edi Rama, apo shteti do ta menaxhojë më mirë se sa privati? Atëre koncesioni i ka kaluar shtetit, nuk është se do t'i kaloj shtetit. Ka 3 javë ose ka 3 javë që ka kaluar shtetit, u ngrit kapaciteti dhe po funksionon shumë mirë këto 3 javë, është bërë një punë shumë e madhe që ndoqi të gjitha procedura legale për vlerësimin dhe mënyrës të kaloj, është ngritur shoqëria, siç e dini shtetërore, dhe po bëhet një punë shumë e mirë në këto 3 javë dhe po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Faleminderit për pyetjen. Zonja Ministre, dhe një pyetje, ka raportime që pas datës 20 në qendrën spitalore universitare të Tiranës nuk bëhen, le të themi, analizat rutin për të shtruarit për shkak të mungesës së fondeve. Si është e vërteta dhe së dyti, përsa i përket mungesës së barnave, po kështu pranë pediatrisë dhe QSU-s në tërësi. Ka një zgjidhje nga Ministria përsa i përket mungesës së këtyre barnave, kryesisht atyre antibiotike? Atëre po i fillojmë me pjesën e barnave, që jemi në knuatin e barnave. Besoj se keni vënë re që në këto kohët e fundit jemi munduar
për të mundësuar që të mos mungon barat, ka pas mungesa siç e thatë juve, por ka pas gjithmonë më pak. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, sigurisht synohet që mungesat të jenë të mos ketë mungesa, më mirë të themi, dhe të gjithë kemi punuar që t'i adresojmë edhe në kohë reale. Domethënë jemi involvuar të tërë bashk si në rregullimet metodologjisë, po ashtu edhe duke zgjidhur problemet konkrete si ekip. Pyetja tjetër? Jo, më kishte edhe një pyetje për mungesa e analizave. Aktualisht, s'ka problem. Faleminderit për pyetjen. Aktualisht po vlerësojmë, kemi të gjitha të dhënat, siç thuhet fuqia e të dhënave shumë e madhe dhe një nga mbase vide nga kjo fushë, një nga metodat që kanë përdorur është mbledhja e të dhënave dhe mbi bazën e të dhënave planifikimi i mirë i shërbimeve, se pa diagnostikuar problemin nuk e shëron dot. Prandaj mbledhja të dhënave, kemi mbledhur të tëra të dhënat për të parë, sepse sigurisht nuk duhet të mungojë analizat në mes të, po edhe jo vetëm në datën 20, po edhe në datën 30, që muaji ka 31 ditë. Dhe këto po adresojmë dhe do ta zgjidhim brenda aktivitetit. Faleminderit.